U akuzua dhe gjykua për ndalime arbitrare dhe tortura ndaj 9 personave. U dënua ndërkaq sikur këto vepra t'i kish kryer ndaj 18 individëve. Viktimat e reja u shfaqën tek në shpalljen e aktgjykimeve, të cilat Pjetër Shalës i dhanë fillimisht verdikt me 18 vjet burg, 5 nga të cilat ja hoqi apeli. Për ta faktuar këtë që e quan padrejtësi, Shala dorëzoi në Supremën e Speciales ankesë 9 pikëshe. E fillon me atë se në 2005 e 2007, por edhe në 2016 dhe 2019 u mor në pyetje pa praninë e avokatit dhe pa e kuptuar as gjuhën e as veprimet për çka e pyeti Tribunali Penal për krimet e luftës në ish Jugosllavi. Mjeti vetëm i përshtatshëm është anulimi i dënimeve dhe kthimi i rastit në rigjykim, ku të gjitha deklaratat vetinkriminuese të marra në kundërshtim me të drejtat e Shalës përjashtohen. Avokati belg Jean-Louis Gillissen i dorëzoi Supremës termet me të cilat prokuroria ju referohet veprimeve të ndërmarra nga UÇK-ja, të përgjithshme e pa specifikuar me fakte kush çka bëri. Si kurori ankesës është vrasja e paligjshme. Shala u dënua për një vepër të cilën apeli e vërtetoi se nuk e ka kryer, por vetëm se ka qenë qëllimi përgjithshëm i asaj që e quan ndërmarrje e përbashkët kriminale. Shala, siç ka vërtetuar vetë gjykata, as nuk e ka kërcënuar viktimën në fjalë e as nuk ka qelluar në të. Natyra e pazakonte ngjarjeve që quan në vdekjen e viktimës dhe përpjekjet e vazhdueshme të pjesëtarëve të UÇK-s për ta ndaluar përsëritjen e veprës konfirmojnë edhe më tej se vrasja nuk ka qenë pjesë ndonjë plani të përbashkët. Pjetër Shala, sikur Salim Mustafa, i referohet ligjit më të favorshëm për dënimet e krimeve të luftës 15 vjet, ndonse Specialja ka vënë kufijtë e vet duke lënë kornizën nga 5 deri në 25 vjet burgim për këtë vepër.